Joz Marku vazhdon të jetë një nga figurat më aktive dhe më të ndjekurat të skenës muzikore shqiptare, duke ruajtur një prani të vazhdueshme jo vetëm përmes projekteve artistike, por edhe në rrjetet sociale, ku komunikon drejt për drejt me publikun e tij. Me një kalendar të ngjeshur angazhimesh që përfshin mbrëmje muzikore, evente të ndryshme dhe projekte të reja në përgatitje, Jozi po dëshmon se është në një fazë mjaft të mirë të karrierës së tij. Paralelisht me suksesin në muzikë, ai kushton një rëndësi të veçantë edhe imazhit personal dhe stilit të jetesës. Në rrjetet sociale, Joz Marku ndan shpesh momente nga përditshmëria e tij, duke I lejuar ndjekësit të shohin edhe anën më personale të artistit, përtej skenës dhe dritave të reflektorëve. Këto postime, që variojnë nga çastet e relaksit deri te udhëtimet e shpeshta për shkak të angazhimeve profesionale, marrin gjithmonë vëmendje të madhe dhe gjenerojnë reagime të shumta. Së fundmi, Jozi ka publikuar një fotografi të realizuar gjatë një udhëtimi me aeroplan, e cila u bë menjëherë temë diskutimi në rrjet. Edhe pse në kusht të udhëtimi, ai nuk ka hezituar të shfaq fizikun e tij të tonifikuar, duke treguar qartë se përkushtimi ndaj formës fizike është pjesë e pandashme e rutinës së tij. Detaji që ra më shumë në sy ishte mënyra natyrale dhe pas forcime të cilën ai e prezantoi veten, duke reflektuar vetbesim dhe disiplinë. Ndjekësit nuk vonuan të reagojnë, duke e vërshuar fotografin me komente pozitive dhe pëlqime të shumta. Shumë prej tyre vlerësuan jo vetëm pamjen e tij fizike, por edhe mesazhin që ai përcjell për një stil jetese të shëndetshëm, pavarësisht ritmit të shpejtë dhe lodhjes që shpesh shoqëron jetën e një artisti aktiv. Ky reagim tregon qartë ndikimin që Joz Marku ka te publiku, sidomos të rinjt që e shohin atë si një model për kushtimi dhe këmbënguljeje. Në këtë mënyrë, Jozi arrin të ruajë një balancë mes jetës profesionale dhe asaj personale, duke dëshmuar se suksesi në muzikë shkon paralelisht me kujdesin për veten. Me projekte të reja në horizont dhe një imazh gjithmonë në formë, Joz Marku vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes dhe një nga emrat më të komentuar të momentit në mediat roz dhe rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.